28 mars në Tiranë u mbajt konferenca e 13 kombëtare e Organizatës së Veteranëve dhe Pasardhësve të Luftës Antifashiste Nacional Shërimtare të Popullit Shqiptar me titull Nderin i Kombit. Konferenca u organizua në mënyrë shembullore, ka respektuar parimet demokratike në përzgjedhjen e delegatëve nga njësitë vendore në të gjithë Shqipërinë. Delegatët e mandatuar patën mundësinë të shprehin vullnetin e tyre të votë, duke ndjekur nga normat dhe rregullat statutore të organizatës. Diskutimet u përqendruan në çështje me rëndësi historike dhe aktuale për ruajtjen e vlerave të lanç, ndërsa zgjedhja e strukturave drejtuese u krye në përputhje me statutin e OVP së lanç. Në përputhje me legjislacionin për organizatat jo qeveritare dhe statutin e organizatës, konferenca u mbikëqyr me rigorozitet nga një dhomë noterie në Tiranë, duke siguruar legjitimitetin e çdo vendimi të marrë. Një moment i veçantë i konferencës ishte pjesëmarrja dhe përshëndetja e ish-kryeministrit dhe deputetit të Kuvendit, zotit Pandeli Majko. Gjithashtu përshëndetjet e shoqatave të shumta detare nga gjithë Shqipëria shtuan vlerën dhe rëndësinë e këtij eventi, duke e kthyer atë në një ngjarje me peshë për ruajtjen e trashëgimisë historike të luftës nacional shërimtare.